nuk e di ma është ndryshe. Shpesh e bëj lavë me ty tëmë që këtë manin zemra t'i shka, e di që qështë është. Se instiktin tënë që e gjitë që të përvete, ma herë që bëllë në baftë. Ta. Edhe në kam pillin, kur e di që është mirë, shka e di që është mirë. Njëtin pillin më në kam për mendimin e familjes tonë dhe e me. Po në apet, po. Apet këmë shumë qefë. Që më orë dikush për familjes tonë, edhe me apë mendimin e ti në rrëth meje. Nina shumë mirë, Nina. Nuk ka lidhe ashtë mirë, ashtë i keshë. Dyët i pranaj. Njeri pranën edhe të mirat që ti ofrën dikush të këqia. Unë në raport me ty i pranaj për familjes tonë çdo aspekt. Si të mirë, si të keqe. Mas pari kanë gëzojnë shumë respektin për meje për njëri që kanë bërë. Për njëri që kanë rritë, cili jetë. Për mu je shumë e mirë. Shumë? Shumë e mirë. Edhe mu nuk më intereson lafe që a folin njerëz. Për deri sa je e mirë për mu, qilla tokë mu bo bashkë për mu me të mirë apet se. Kur kom fillu me pas më shumë, kur kom fillu me pas ndjenja të aman, e kom ndryshu pak qasin me ty. Jem afru më shumë me ty. I vrej momentit kur ty mundet më të penguni sen, edhe e di që shemenën ti që mundet më dalë jashtë e sen edhe unë nuk e bëj. Në fakt më të kam thënë që edhe kaq afër sa jemi, jo se mua më pengon, por nuk dua, nuk e di, nuk kam dash asnjëherë me vendos njerëz siklet, kupton, me veprimet e mia. Zemra nuk duhet. Ë? Fal, udhra? Zemra nuk duhet. Zemra nuk vet, okej. Vetëm se ti, Gimbo, do vit dita që ti do ta shikosh se sa i madh është respekti im për këto njerëz që unë po t'i them her pas here. Unë nuk i kam frikë asnjë njeriu në këtë botë. Edhe e thash shumë qartë, me mënyrën si jemi rrit neve, nëse presupozojmë është sikur thot Rogerti që unë familjen time pas kam bërë ndjem shumë keq, është shumë kollaj me edukatën dhe kulturën që ka dhënë mua familja ime. Mua më thot vajzë dashur, po, ne nuk e pranojmë të sillën tënde, ti vazhdoja jetën tënde. Edhe unë vazhdetimin, ato vazhdojnë veten. Por ama, unë nëse e kam përmend kaq shumë, unë i njoh shumë mirë. Edhe unë prandaj thash, unë letrën e kam lexu ose dronin e pash, unë e kam shumë të rëndësishme me dëgju zërin. Edhe me kuptu. Se unë pash një klip, edhe unë kuptova që njerëzit thanë au çmallë kur ja dëgjove zërin, po unë e di, edhe ta kam thënë që nuk ka qenë toni që unë kam dashur të dëgjoj për të çmallë. Kupton? Kështu që unë prandaj them, jo sepse mua më ndalon dikush, apo unë i kam frikë ose respekti im është aq i madh, aq i madh, se që për në jetën time jam parsor, jo sepse do të dalim jashtë dhe ndoshta do e kuptosh pak më shumë edhe më mirë. Më thënë vetëm ky ka qenë i gjithë meraku im, edhe i gjithë Qika e me te. Kjo duke si playlista ime. Më mungon shtëpia. Qika e me.